Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Morali është shpirti i çdo thjerjeje dhe boshti mbi të cilin qëndron suksesi i saj. Në historinë e njerëzimit nuk ka pasur një thirrje më të pastër, më të qëndrueshme dhe më transformuese se sa thirrja e profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajo nuk u ndërtua mbi frikë, mbi dhunë apo imponim, por u ndërtua mbi virtyte të larta morale që depërtonin thellë në zemrat e njerëzve. Profeti nuk ishte vetëm transmetues një shpalljes, por modeli i gjallë i kësaj shpalljeje, mishërimi praktik i asaj që Kur'ani kërkonte nga njeriu në marrëdhënie me Zotin dhe me krijesat e tjera. Morali i profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam në thirrje përbën një shkollë të plot edukimi shpirtëror dhe shoqëror. Butësia e tij, mëshira, durimi dhe mshuria dhe përullësia nuk kishin thjesht cilësi personale, por ishin njëkohësisht dhe metoda hynore të thirrjes. Kurani e dëshmon qartë se pikërisht ky moral ishte arsyeja pse njerëzit u afruan rreth tij dhe pse mesazhi islam gjeti rrugë në zemrat më të forta. Prandaj, studimi i moralit të profetit në thirrje nuk është vetëm njohje historike, por udhëzim praktik për çdo thirrës dhe për çdo besimtar dhe besimtare që dëshiron të përçojë të vërtetën me urtësi dhe dashuri. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja në këtë momente të ndiqnim së bashku ajetet e përzgjedhura nga surja Xhuma, e cila është surja e 62 e Kuranit familjar. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Allahun e përlëvdon gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, i plot fuqishmi dhe i urtë. Është ai që u solli analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t'u lexuar atyre shpalljet e tij, për t'i pastruar e për t'u mësuar librin dhe urtësinë, ndonë se ata më parë ishin vërtet në humbje të plot. Ai do ta tërgojë ata edhe tek të tjerë musliman nga ata, të cilat ende nuk u janë bashkuar. Ai është i plot fuqishmi dhe i urtë. Kjo është dhuntia e Allahut. Ai ja jep ata kujt të dojë dhe Allahu zotëron dhunti të madhe. Të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi ndoqëm së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, do doja të thoja se sa me fat jemi ne pjesë e këtij ummeti të këtij të dërguari kaq të madh. Sa me fat jemi ne, si besimtarë dhe besimtare, të cilët ndjekim sunetin, traditën dhe miratimet e këtij të dërguari, të vulës së profetëve, të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, të pyesim veten tonë, sa ecim ne në këtë rrugë që la profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kumtojmë neve për të vërtetën e ditës së sotme, njeriu të nis me veten e tij dhe ta marrë në pyetje atë dhe të rregullojë veprat e tij në bazë të moralit, të etikës, të mënyrës se si profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetoi në atë kohë. Dhe pikërisht tema për ditën e sotme ka të bëjë me moralin e profetit Muhammad në thirrje, pra në thirrje drejt islamit, drejt fesë së pastër islame.
Morali i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në thirrje sidomos, përbën kulmin e etikës hynore të mishëruar në formë njerëzore. Ai nuk ishte thjesht bartësi një mesazhi hynor, por ishte vetë mesazhi i gjallë i tij. Çdo fjalë, çdo heshtje, çdo qëndrim dhe çdo reagim i tij ishte predikim, edukim dhe orientim për njerëzimin. Thirrja e tij nuk u mbështet mbi forcën, as mbi frikësimin, por u mbështet mbi ndjenjën e dashurisë, mbi mëshirën, mbi durimin dhe mbi udhësimin. Pikërisht për këtë arsye, Kurani e paraqet profetin si modelin më të lartë në moral, si shembullin e përkryer të komunikimit hynor me krijesat e tjera. Allahu i Madhëruar e thekson qartë këtë dimension kur thot Bismillahirrahmanirrahim. Në saj të mëshirës së Allahut u solli butësisht me ta Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sikur të ishe i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej teje. Ajeti 159 i sures Al Imran. Ky ajet nuk përshkruan vetëm një cilësi personale të profetit, por shpalos një parim universal të thirrjes se zemrat nuk hapen me ashpërsi, por ftohen për rrugën e drejtë me butësi dhe shpirtrat absolutisht nuk ndriçohen me dhunë, por ndriçohen me ndjenjë më të bukur, me ndjenjën e dashurisë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte njeri zemërgjar, mendje ndritur dhe i pajisur me durim të jashtëzakonshëm. Ai përballonte gabimet e njerëzve jo me përbuzje, por me dëmshuri, jo me zemërim, por i këshillonte, jo me dënim, por me shpresë për përmirësim. Ky ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kurani e përmbledh këtë realitet madhështor me fjalinë Bismillahirrahmanirrahim, se ti je me të vërtetë me virtyte madhore. Ajeti 4 i sures Qalam. Ky ajet është dëshmi hynore për madhështinë morale të profetit, një dëshmi që vjen drejt për së drejti nga krijuesi i moralit. Dhe në thirrjen e tij, profeti ishte i ndjeshëm deri në dhimbje për gjendjen shpirtërore të njerëzve. Ai vuante për humbjet e tyre, pikollohej për mosbesimin e tyre dhe digjej nga brenda kur shihte se si njerëzit refuzonin dritën e së vërtetës. A jemi ne dhe si profeti sot, do ta marrim në pyetjet tonë. Ky shqetësim shpirtëror ishte aq i thellë, saqë Allahu e qetëson profetin në disa ajete të Kuranit, teksa i thotë Bismillahirrahmanirrahim. Mos u pikollo Muhammed sallallahu alaihi wasallam për shkak të tyre dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ajeti 70 i sures Naml. Dhe mëtej Allahu i Madhëruar gjithsesi në atë situate që qetëson profetin dhe i thot, a mos vallë do të vrasësh veten nga pikollimi? Nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë pra në Kur'an, ajeti 6 i sures Kahf. Pra këto ajete zbulojnë thellësinë e dëmshurisë profetike. Ai ndihej keq kur shihte që njerëzit e kishin të dërguarin Allahut në mesin e tyre dhe mohonin të vërtetën. Ai bënte çmos që këto zemra të shtrëmbura t'i kthente në rrugën e drejtë dhe të përhapte sa më shumë kuptesën për fjalën e Allahut xhaleshanhu. Pikollimi i tij nuk buronte nga egoja e lënduar, absolutisht që jo, por nga dashuria që kishte për njerëzit dhe nga dëshira që të gjithë ato të shpëtonin. Kjo është ana më e pastër e thirrjes islame. Të urresh devijimin, por të duash njeriu, dhe të luftosh të keqen, por të mishërosh atë që ka rënë në ta. Të nderuar dëgjues dhe shikues, thirrësi islam nuk duhet të gëzohet për humbjen e njerëzve, por të dhembet me ta, sepse vetëm kjo dëmshuri e sinqert e bën thirrjen të gjallë dhe të frytshme. Sekreti i suksesit të këtij të dërguarit, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në thirrje, qëndronte pikërisht këtu. Fjalët e tij dilnin nga një zemër e pastër dhe nga një mendje e ndriçuar nga vetë shpallja hynore, pra nga fjalët e Allahut xhaleshanhu, Kurani fabelart. Ai nuk fliste për t'u imponuar, por për të shëruar plagët, pra plagët e shpirtit, plagët e zemrës. Ai nuk fliste me njerëzit për të fituar debatin dhe aq, por ai fliste me to dhe i këshillonte që të fitonte zemrat
për të vazhduar në rrugën e Allahut xhaleshanuhu dhe këto zemra të jenë të palëkundura në devotshmëri ndaj Zotit të gjithësisë. Dashuria e tij ishte forcë transformuese, sepse dashuria shkatron muret e krenarisë, shkren akullin e armiqësisë dhe hap rrugë drejt së vërtetës. Një tjetër dimension thelbësor i moralit të profetit në thirrje ishte qëndrimi i tij ndaj të varfërve dhe të dobëtve. Allahu deshi që profeti të qëndronte pranë tyre, sepse ata ishin më të lirë nga mendjemadhësia, më të sinqert në kërkimin e së vërtetës dhe më të pastër në zemrën e tyre. Varfëria sipas logjikës hyjnore nuk është mangësi e personalitetit, por është shpeshherë provë e pastërtisë shpirtërore. Allahu e urdhëron profetin kështu dhe i thot: Bismillahirrahmanirrahim. Mos i dobo ata që i lutin Zotit të vet në mëngjes e mbrëmje, duke e dëshiruar fytyrën e tij. Ajeti 52 i surës An'am. Dhe ky urdhër është mësim i përhershëm për çdo thirrës. Mos e ndërto thirrjen mbi interesat e kësaj bote, mos e mat vlerën e njerëzve me pasurinë e tyre, por të ndihmosh dhe të therrasësh në rrugën e drejtë në bazë të sinqeritetit të zemrës së njerëzve. Profeti nuk u largua kurrë nga të varfërit për t'u afruar me elitën e pasur, sepse misioni i tij nuk ishte social apo politik, por ishte një mision plot me ndjenja shpirtërore dhe me moral të lartë. Në të njëjtën frymë, Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim, dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën e tij. Ajeti 28 i surës Kahf. Ky ajet është një manifestim moral për thirrësin islam se qëndrimi me të devotshmit, me të sinqertët dhe me të thjeshtët është burim bekimi dhe forcë shpirtërore. Në përfundim të temës për ditën e sotme të nderuar dëgjues dhe shikues, do doja të thoja se morali i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, në thirrje sidomos, përbën një shkollë të plot edukimi për çdo kohë dhe për çdo shoqëri. Ai na mëson se thirrja nuk është vetëm fjalë për t'i treguar që hajde besoni, Allahu është Zoti një dhe i vetëm, ky është libri i Allahut e shumë të tjera, por është një gjendje zemre. Jo vetëm mësim, por njëkohësisht është edhe një shembull. Jo vetëm argument, por është dashuri për Zotin e gjithësisë. Kushdo që dëshiron të therrasë drejt Allahut, duhet të ecë në gjurmët e këtij morali profetik, sepse vetëm një zemër e mbushur me mëshirë mund të udhëheqë zemra të tjera drejt dritës të së vërtetës. Kjo është ana shpirtërore e mesazhit, me të cilin çdo thirrës islam duhet të jetë i pajisur në misionin e thirrjes së të predikimit. Ai duhet t'u dojë njerëzve humanizmin e tyre dhe t'u përbuzë atyre mosbesimin. Zemra e tij duhet të pikojë gjak nga hidhërimi kur të shohë njerëz jo besimtar. Ky është sekreti i suksesit të predikuesit. Fjalët e tij duhet të dalin nga një mendje e shëndosh dhe nga një zemër e pastër dhe t'i dojë njerëzit, sepse dashuria përmban fuqi për shkatërimin e shumë pengesave shpirtërore mes thirrësit dhe njerëzve të tjerë. Ishte dëshira e Allahut që profeti të qëndronte me të varfrit besimtar, sepse ata ishin të pastër e të papërlyer nga egoizmi dhe nga mendjemadhësia. Gjithashtu, të kuptohej se varfëria nuk është një mangësi personalitetit e njeriu. Është detyrë e thirrësve që të forcojnë marrëdhëniet mes të varfërve e jo t'i largojnë ato dhe të afrohen me të pasurit dhe të bëhet ajo, si do themi, pengesa midis këtyre të dyve. Jo, thirrësi duhet të jetë një urë lidhës midis të dy shtresave të shoqërisë dhe sidomos të jetë sa më afër të varfërve për t'i ndihmuar ato dhe për t'i dhënë një dorë ndihmë që ato të ecin normal në këtë jetë. Dhe do ta përmbyllja temën e ditës së sotme me dy ajete të ardhura për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Kur'anin familjar, teksa thuhet: Mos i dobo ata që i luten Zotit të vet në mëngjes e mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën pra mirësinë e tij. Ti nuk je as pak përgjegjës për ata, e as ata nuk janë përgjegjës për ty. Nëse ti i dobon ata, atëherë do të jesh keqbërës. 52 Sura An'am. Dhe në
surën Kahf në ajetin 28, Allahu i Madhëruar thot: "Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën kënaqësinë e tij, dhe mos i shmang syt nga ata tek të tjerat, duke dëshiruar stolit e shkëlqimin e kësaj jete. Mos dëgjo atë, zemrën të cilit ja kemi lënë mos përfillse ndaj përmendjes sonë, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta." Qofshin për atyre të cilat ndjekin rrugën e profetit Muhammed sa të kemi frymë. Kjo rrugë e pastër, kjo rrugë e mbushur me dritë hyjnore, kjo rrugë e cila të udhëzon drejt më së mirës dhe të largon nga e keqja. Qofshin për atyre të cilat themi dëgjuam dhe u bindëm fjalës së Allahut xhaleshanhu dhe Allahu na forcoft në këtë rrugë dhe mos na ndaft kursesi nga udhëzimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Këto momente të ndëruar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju.